Eksperti kriminalistikës Ervin Karamuqo ka zbuluar se pritet të arrestohet një deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Karamuqo theksoi se SPAK po heton në lidhje me një blok shënimesh ku janë të shkruajtura me detaje ndarjet e parave të korrupsionit. Sipas ekspertit, një zonjë ka çuar në SPAK të blok me vlerë dhe pritet që së shpejti të merren masa konkrete. Ervin Karamuqo nuk dha detaje për emrin e deputetit apo se cilës parti politike i përket ligjvënësi. Sipas tij, në atë blok shënimesh flitet për shifra të mëdha parash të ngurtësuara në disa prej banesave në rrethinat e Tiranës. Di që së fundmi ka një hetim që po zhvillohet dhe mund të ketë masa konkrete ndaj një deputeti të Kuvendit të Shqipërisë. Na është zbuluar një blok. Në këtë blok janë vënë re shënime nga ky deputet, ku ka vënë persona të tjerë që mbajnë shënime si do të ndahen paratë e korrupsionit të ngurtësuara në disa prej banesave të rrethinave të Tiranës. Këtë banesë ka Filani, por është për llogaritimin. Një zonjë nderuar e ka çuar në SPAK blokun. Kanë filluar hetimet dhe pritet shumë shpejt të ketë masa konkrete ndaj këtij deputeti. Nuk mund të them as emër dhe as kujt partie politike i përket, u shpreh Karamuqo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.